Sa para mund të shpenzoj një person i vetëm për 2 ditë në Himar? Qëndroni në këtë video pasi do t'ju tregoj çdo kosto të detajuar. Kemi një buxhet të kufizuar. Do kursejmë duke pushuar. Vitin e shkuar bëm një udhëtim nga le të themi nga Tirana deri në Sarandë dhe shpenzuam rreth 1000 euro për 2 persona. Shohim se si janë çmimet të vit dhe sa do të shpenzojmë për një person, duke qenë se ne këtë radhë jemi grup dhe do të mbaj shënim vetëm shpenzimet e mia. Do paguajmë gjithë secilit vetat. Kam ngrënë 2 byrek që janë 2 copë nga 700 lek, 1400 lek, një kos 2900 lek, një ujë 3700 lek edhe një kafe 4500 lek. Po ju lë dhe bakshish. Tjerat shtojni vetë. Iku 5000 lekëshi. Iki. Harrova t'ju them fakt që kemi shpenzuar edhe 50000 lek karburant. Ikim se jemi vonë, na pret Himara. Qëndroni në vlog dhe mbani dhe ju shënim që të bëni gati për pushimet e verës. Ja, 25.000 lek, 12 dhe 24 orë, 25.000 lek parkingu. Kemi ardhur në një nga plazhet më të famshme, mund të them, në Shqipëri, në Green Coast, dhe do të shohim se sa kushtojnë çadrat këtu. Vrapojnë çunat, fap, se kalun 2 orë, shko 10.000 lek. Dhe pas Palasës apo Green Coastit, ja ku jemi në Dhërmi, jemi në fund të qershorit dhe plazhet janë shumë të qeta, ka pak njerëz. Keni dhe plazh publik nëse doni që të merrni çadrën me vete, por keni dhe mundësi zgjedhje për shazllon. Pra, keni plazhe private në njërin krah dhe plazh tjetër privat nga krahu tjetër. Dhe në mes është edhe hapësira publike ku mund të shfrytëzoni shërbimet e plazheve private. Çmimet e çadrave variojnë nga 10.000 lek deri në 30.000 lek për në vijën e parë të shazllonit. Shohim një tjetër plazh dhe të shohim se çfarë çmimesh ofrojnë plazhet. Ne nuk do të qëndrojmë në Dhërmi, por do të shkojmë në një tjetër plazh të Shqipërisë, në Jal. Se çfarë bëhet në Jal. Sa janë çadrat, a ka hapësirë publike dhe a ka shërbime.
plazhin bazë, quhet ky beach bari. Shumë i bukur, shumë interesant. Edhe këtu çadrat kushtonin 10.000 lekë. Janë super. Shive. Por nëse doni mund të shfrytëzoni edhe hapësirën publike, pasi ka edhe çadra ku mund t'i ngulni. Ja shikoj pak. Kam hipur tek kulla e rojes bregdetare. Nuk jam roje bregdetare, por doja të shijoja pak bukurinë e bregdetit të Jalit, që realisht është shumë i bukur. Është një vijë prej 400-500 metrash në total. Është i organizuar mirë dhe është shumë bukur. Nuk kam fjalë domethënë. Dhe fakti që po rikthehem përsëri në Jal do të thotë që ja vlen. Këtu është shumë bukur. Ne këtu qëndruam për disa orë, bëm vetëm plazh, shfrytzuam shezllonët, ky plazh kishte edhe tualete, edhe të gjitha shërbimet dhe realisht u riktheva në Jal pasi kisha një paragjykim, por këtu çmimet ishin njësoj si vjet. Ashtu si kundër edhe në vlogun e vjetshëm. Ja, për kaq ka nevojë robi. Për një çadër të mirë, për një shezllon të mirë, disa shërbime, tualet, dush, beach bar, por edhe restorant që i keni përreth me shumicë. E ka heq mjekrën dhe ky, si puna ime, gëzuar. Ky ishte edhe hoteli që kishim rezervuar, 72 euro nata me mëngjes të përfshirë. Ishte shumë pranë qendrës, strukturë e re dhe akomodim shumë i rehatshëm. Në fakt do kisha vlerësuar më shumë një shishe ujë në frigorifer se sa këto shapkat këtu. Erdhi orari i ushqimit, na kanë rënë energjit, do ham gjiro. Yes. Do hash? Do ha. Ha, se do rritesh. Mirë mëngjes, duke ngrënë mëngjes. Dhe nga Himara nisemi për në Lukov, aty do të bëjmë plazh, por do të konsumojmë edhe drekën. Do
Plot e jashtme. Ky ishte edhe shpenzimi im i fundit për këto 2 ditë në himar, një makaron ose një linguine me fruta deti, një birë dhe një salat fshati, 20.000 lek me gjithë bakshish. Dhe me këto pamje të mrekullueshme të Rivierës tonë, ju lë takim në javën e ardhshme me një tjetër vlog në jug të Shqipërisë. Mos harroni të bëni subscribe dhe të lini komentin tuaj nëse kjo video vërtet ju pëlqeu.